Jemi mbledhur në bashki për këtë problem, se nuk punojmë dot ditën. Kemi shqetësime, na e pendojmë. Kush u ata që do punoni ditën? Po na thanë më që një urdhër na erdhi urdhri na tha që do punojmë ditën. Edhe ditën nuk punojmë dot. Si do ulet paga? Çfarë si do ulet paga? Po punuam ditën, orët e natës nuk I marrim dot. Ajo bie që po nuk punuam ditën. Problemi është se nuk punojmë dot ditën. Problemi nuk është tek paga, te roga. Është problemi se nuk punojmë dot ditën. Problemi është ditën e nuk punojmë dot. Në ora 6 deri në 12, okay. Ne dhe sot e tham, qerim edhe deri në mëngjes, aman ta fillojmë nga ora 6 deri në mëngjes. Ne ju përgjigjemi siç jemi përgjigjur. Aman ditën, të vi unë të punoj kur makinat janë të parkuara 2-3 makina, edhe unë të futem, po nuk futem dot. Unë me burin tim kam bërë dhe 3 zona. Unë kam që kur kam filluar ditën nuk po marroj dot një zonë. Sepse janë makinat, nuk e bëj dot. Është tur për mua që unë të vete me një zonë 2 ditë edhe nuk e kam mbaruar. Ditën nuk bëhet. Unë në rregull, unë e dua punën, e dua lekun, unë jam familjare. Unë kam detyrime ndaj familjes time. Aman, dua edhe çikuset e punës të jenë. Ne jemi përgjigjur. Na ka ardhur urgjencë, duhemi në punë, po jemi përgjigjur. Ditën, natën kemi ardhur. Aman ditën, puna në orën 9, siç e bëjnë këta, në orën 8, në orën 7, nuk bën. Është e pamundur, këtë kemi. Këtë kemi. Drejtorin që kemi pasur na ka mirë kuptuar. Drejtori Meritani, nuk mbi emrin. Elinolda Alushi prap na ka mirë kuptuar. Të gjithë drejtorat që na kanë ardhur na ka mirë kuptuar. Na kanë mirë kuptuar të gjithë. Është edhe kjo kontrata. Që kemi marrë kontratën e kemi marrë që në fillim. Tani nuk është puna vetëm te leku, është puna edhe te kushtet tona, se dhe ne njerëz jemi. Tani të na shajtë të na ofendojnë tjetri. Po jo, se ti nesër më jep zonën, ti vjen më kontrollon mua. Më thua prit, se ke mbaruar, kur unë nuk mundem që ta mbaroj dot. Unë nuk mundem ta mbaroj dot. Pse? Sepse makinat janë për të parkuara. 1 makinë, 2 makinë, 3 makina. Çfarë të bëjmë ne?